Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam përgatitur një recetë super të thjeshtë, por shumë të shijshme. Nëse jeni me dietë dhe nuk doni të merrni kalori të tepërta, kjo është akulloria për ju. Kur t'ju shkoj mendja për ndonjë ëmbëlsirë ose kur përpara jush fëmijët të hanë ndonjë akullore, ju keni këtë alternativë. Madje është shumë e shijshme dhe për fëmijët, por për ju që jeni me dietë është një super ide. Se përbëhet vetëm nga fruta, nga banania dhe pjeshka dhe shumë pak qumësht. Nuk ka hiç sheqer, për këtë arsye mund ta konsumoni rehat. Unë të dashur miq kam përdorur 2 banane dhe 2 pjeshka, por mund të përdorni dhe 1 banane dhe 3 pjeshka. Në këtë mënyrë do të bëhet pak më e thartë. Unë vura re që prej bananes u bënte goxha e ëmbël, për këtë arsye po ju sugjeroj edhe ju në këtë mënyrë. Ose pjeshkat që unë përdora ishin goxha të ëmbla. Bananet dhe pjeshkat do t'i coptojmë në copëza të vogla, do t'i vendosni në qese frigoriferi dhe do t'i vëmë në ngrirje për një natë, ose derisa të jenë ngrirë komplet. Të nesërmen i nxjerrim, i shtojmë në blender, i shtojmë gjithashtu dhe gjysmë gote me qumësht. Unë me që qumshtin e kam me ajk, pra qumësht që e zi i vetë dhe sipërfaqja zë si ajk, i kam shtuar dhe 2 lugë gjelle ajk. Kam shtuar gjithashtu dhe 1 paket vanilje të dashur miq. Pasi i kam bluar me blender, vura re që masa ishte pak e ëmbël. Unë si Elon do preferoja që pjeshkat të ndiej pak më tepër, për këtë arsye dhe juve ju sugjerova që të përdorni 1 banane të madhe dhe 3 pjeshka, do t'jetë akoma më mirë, nëse dhe ju preferoni si puna ime që të jetë pak e thartë. Për ta bërë pak më tepër të thartë, unë i kam shtrydhur gjysmë lëng limoni. Nëse nuk ka nevojë, nëse pjeshkat tuaja janë goxha të tharta, atëherë mos shtoni. E sistemojmë në tasa për ta futur në ngrirje dhe pas një 2 apo 3 orësh e keni gati për servirje. Më besoni që del super e shijshme, fëmijët e mi e pëlqyen goxha, gjithashtu është një alternativë shumë e mirë nëse jeni me dietë, sepse konsumoni thjesht një mes vakti me fruta të ftohta. Dhe nuk marrim kalori të tepërta me një akullore normale. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po mos harroni të jepni një like dhe t'u sugjeroni miqve tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.